Ekipi Kukësit duket i vendosur të shfrytëzojë deri në sekondën e fundit merkaton e dimrin, duke mos lënë asgjë në dorë të rastësisë në luftën për mbijetesë. Skuadra verilandore, e pozicionuar aktualisht në fundin e renditjes, ka vijur me përforcime edhe në ditët e fundit të merkatos, duke prezantuar dy futbollistë nga Brazili, një sinjal i qartë se klubi kërkon me çdo kusht të shpëtojë sezonin. Strategjia e Kukësit në këtë merkato ka qenë e qartë: afrime me eksperiencë dhe profil fizik, të aftë të përshtaten shpejt me realitetin e kampionatit shqiptar. Brazilianët kanë qenë zgjedhja e stafit teknik dhe drejtuese me shpresën se cilësia dhe individualiteti i tyre mund të bëjë diferencën në javët vendimtare të kampionatit. Një nga afrimet më të fundit është Paulo Henrique, futbollist polivalent që mund të luajë si mesfushor, ashtu edhe si mbrojtës i djathtë. Fleksibiliteti i tij pritet t'i japë më shumë alternativa trajnerit, sidomos në një moment ku çdo zgjidhje taktike është jetike. Henrique vjen me synimi për t'i dhënë stabilitet repartit të djathtë dhe më shumë agresivitet në fazën e ndërtimit të lojës. Përforcimi tjetër është Gabriel Szczepanski, një mbrojtës 22 vjeçar me shtetësi gjermano-braziliane, i cili pritet të rrisë konkurrencën në repartin defensiv. Klubi e ka zyrtarizuar afrimin e tij përmes një njoftimi duke theksuar eksperiencën e fituar si në Europë ashtu edhe në Brazil. Szczepanski do të jetë i gatshëm që nga ndeshja e kësaj fundjavë. Afrimet e fundit tregojnë qartë se Kuksi nuk ka ndërmend të dorëzohet pa luftë. Me një kampionat të ngjeshur dhe diferenca të vogla pikësh, çdo ndeshje tashmë merr vlerën e një finale. Verilandorët shpresojnë që energjia e re dhe cilësia e afrimeve të dimrit të përkthehen në rezultate konkrete në fushë. Java e ardhshme do të tregojë nëse injektimi brazilian do të sjellë kthesën e shumë pritur apo nëse Kuksi do të vazhdojë të vuajë në një sezon që po kthej gjithnjë e më shumë në një betejë për mbijetesë.